E nderuar zëvendës Ministre e Arsimit dhe Sportit zonja Oriana Osmani, të nderuar antar të bordit, të dashura mësuese dhe mësues, të nderuar miq dhe partner të fondacionit, mirë se keni ardhur. Është kënaqësi e veçantë të jemi sonte bashkë këtu në një sallë të mbushur plot, në nder të mësuesit, në ceremoninë përmbyllëse të nismës tonë çmimet Mirash Ivanaj, mësuesi i vitit 2026, edicioni pilot. Sot ceremoninë e kemi quajtur mirënjohja për mësuesit dhe siç ka qenë pika kryesore e nismës, jemi duke festuar vetëm mësuesit. Është kënaqësi shumë e veçantë ju kem sonte këtu. Arsimi është një nga shtyllat më të rëndësishme për cilat flitet pak, por është thelbësore në ndërtimin e një shoqërie, në përçimin e dijes dhe në dhënien e të gjithë bazave për te familjes tonë. Në qendër të këtij misioni ama qëndrojnë mësuesit. Mësues që ne i duam shumë, i kemi pasur që në hapat tona të para, na kanë shoqëruar deri në ciklin përfundimtar të studimeve dhe kur kemi pasur fatin e jashtëzakonshëm, i kemi pasur me vete edhe më vonë. Sonte në këtë mbrëmje do ndajmë momente me mësuesit tanë finalist, por edhe me mësuesit fitues të kësaj nisme. Do e nisim mbrëmjen me një fjalim nga drejtori jonë ekzekutiv i Fondacionit Martin dhe Mirash Ivanaj, zoti Rezar Cpajlia. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Mimi, faleminderit për prezantimin. Mimi tha një fjalim, po unë do thoja një fjalë të shkurtër, se kemi 30 mësues që duam të sjellim këtu, që të njihemi të gjithë me ta dhe për ata që nuk kanë parë më parë dhe s'kemi kohë për fjalime shumë gjatë. Po një fjalë të shkurtër dua ta them unë se kam kënaqësi. Dua të ndaj me ju 3 momente, 3 ngjarje të ndryshme në kohë, po që kanë një temë përbashkët. Në 7 mars 2026, një nxënës 75 vjeçar i shkruan një mësuese matematike 80 vjeçare. Sot më shumë se kurrë ndihemi të privilegjuar që kemi qenë nxënësit tuaj. Ju jo vetëm keni sakrifikuar për të qenë mësuese për të na mësuar dhe edukuar, por me një thjeshtësi dhe mirësi të pashëmbullt kujdesesit për ne si nëna. Ju nuk ishit vetëm mësuese, ju ishit më mësuese. Ne, pak aq shumë kohësh, pas ndryshimeve kaq të thella, kuptojmë dhe më qartë se çfarë ju keni arritur me ne dhe sa fat kemi pasur që kemi qenë nxënësit tuaj. Për ne që ju njohim, ju do jeni gjithmonë ylli polar apo busulla që na tregon se si të jetojmë e të punojmë me ndershmëri. Më 6 tetor 2005, 20 vjet tjera më përpara, një mësues në pension dhe autor tekstesh i shkollës pedagogjike, i cili bënte lloj-lloj eksperimentesh me fëmijët dhe sidomos me mbesën e tij, i shkruante këto vargje mbesës për ditëlindjen e saj të parë. Ka filluar që të ecë sapo hyri muaji 10. Mbi 10 fjalë ditë thot, si të ishte gjë e lehtë. Thot jo e luan gishtin kur i bën një prapësi, pas muzikës luan trupin dhe mban ritmin për çudi. Ka përcjellur gjitha etapat në shumë prova që i bëm, por nga provat për 2 vjeç, cilat vallë do të lëm? Shumë më pas në kohë, ose më përpara në kohë, me 31 dhjetor të 1983, një profesor violine të 30 vjeçar, i cili në atë kohë paguaj 50 lekë ora për të bërë vetëm 2 herë në javë mësim, i thot nxënësit të tij 15 vjeçar, pasi mbaroi mësimin e violinës, mësim të cilin ja bënte për ditë pa pagesë ekstra. Shihemi nesër në orën 12 për të bërë mësim. Nxënësi ja kthen me revolt. O profesor, po sot është vit i ri, nesër do bëjmë mësim? Do flemi çik gjumë. Po prandaj lash në orën 12 tha, sepse të flesh një çik gjumë, për ndryshe do a kisha lënë në orën 9. Ajo mësuesja 80 vjeçare është mamaja ime. Ajo mbesa 1 vjeçare është bia ime që sot po diplomohet gjithashtu për matematik në një universitet shumë të mirë në Amerikë. E nxitur dhe nga problemat që i ka bërë gjyshe i saj mësues. Ai mësuesi violinës që bënte mësim për ditë, ishte mësuesi im i violinës, që pavarësisht se paguaj vetëm 2 herë në javë, sakrifikonte kohën me familjen, me 31 dhjetor dhe me 1 janar për të bërë mua mësim. Ai ishte Edmond Sinani dhe ju e kishit në jurim e këtij konkursi.
Dhe së fundmi, ai nxënësi që përtonte të bënte mësim i shatën. To 3 histori të larta në kohë, nga njëra tjetra ka një temë përbashkët. Kontributi që ju mësuesit keni mbi fëmijët e sotëm, prindrit e nesër dhe gjyshrit e të ardhmes. Ky kontribut është një gur themeli, është një busull orientuese dhe një burim frymëzimi për brezat. Çmimi Mirashi Banaj, ndosë ka një vlerë monetare, në thelb është një çmim mirënjohje, siç e ka dhe temën mbrëmja e sotme. Mirënjohja është e vetmja formë e shpërblimit, e cila nuk kushton asgjë, por që është më e çmuar se të gjitha. Jo më kot, për Fondacionin Ivanaj, vëmendja ndaj arsimit shqiptar është një nga shtyllat e misionit të tij. Sipas vizionit të themeluesës së fondacionit, të ndjerës Drita Ivanaj, mbesës së Mirashit. Jo më kot, emaili i parë që i dërgova bordit në vitin 2026, në janar 2026, kjo pasi mora detyrën e drejtorit ekzekutiv të fondacionit, ishte pikërisht për i kërkuar bordit të mbështesë tek këtë nisëm që ndërmorëm dhe po përmbyllim sot. Dhe jo më kot, kjo nisëm gjeti përkrajen e të pakushtëzuar të aq shumë miqve dhe dashamirësve të fondacionit, po në radhë parë aq shumë dashamirësve të profesionit tuaj. Ja vlen të ndalem shumë shkurt te mënyra se si kjo nisëm mori jetë nga 1 janari deri sot më 13 mars. I vetëdijshëm që çmimi duhet merrte jehon mediatike për t'i dhënë një platformë kontributit tuaj, kontaktova amikën time, gazetaren Rudina Xhunga, që të ndihmonte. Ajo kontaktoi të madhin Ardit Gjebreja, kënga jonë e të cilit ka emërtuar një nga djemtë e mi, i cili me shumë entuziazëm erdhi na takoi. Arditi na dha ide të shkëlqyera dhe na vuri në dispozicion gjithë stafin e tij. Gjithashtu të vetëdijshëm që ky projekt nuk mund bëj dot pa ndihmën e institucioneve përkatëse, kontaktuam Ministrinë e Arsimit, e cila nëpërmjet ministres, zëvendësministres dhe grupit të saj punës na vuri në dispozicion gjithë logjistikën, ndihmën e drejtorisë vendore të arsimit dhe përkrau dhe promovoi çmimin kudo në rrjetet sociale. Me dëshirën që të kishim sa më shumë fonde për ju, kontaktuam Fondacionin Soros, të cilat menjëherë branë dakord që të bashkëfinancojnë projektin bashkë me ne. Përveç sa më lart, shumë njerëz të tjerë janë angazhuar për ta bërë këtë mbrëmje të mundshme dhe për ta bërë këtë proces të mundshëm. Dhe kjo fillon nga Juria, që la kohën e vet për të ardhur në fundjavë, ekipi fondacionit që ka punuar për ditë, ekipi që krijoi faqen e internetit dhe menaxhoi dhe votimet, ekipi që menaxhoi promovimin etj. Të gjitha ata kanë mirënjohjen e bordit të fondacionit dhe kanë mirënjohjen time personale. Por falënderimi më i madh që un kam është për ju, mësuesit që jeni këtu në sallë dhe gjithë mësuesit kudo që jeni. Përkushtimi juaj vërtet nuk jep frytet në çast, por është një far që lëshon rrënjë, një far që vazhdon të prodhojë mirënjohje edhe mbas 100 vjetësh, siç gjithë kombi shqiptar ka mirënjohje për Mirash Ivanaj sot. Ju uroj shëndet dhe shpresoj që të frymëzoni brezat, që paçin fat kemi po aq mësues të mirë sa ju dhe më hopo. Faleminderit shumë zoti Spahia për fjalët përshëndetëse, por për mbështetjen e pakushtëzuar në këtë proces që ka qenë një aventurë shumë e bukur për ne. Ka qenë një aventurë shumë e bukur për vetë arsyeën sepse bashkëpunëtorët tanë kanë qenë në lartësinë e dëshirës tonë për ta rritur dhe për ta ngritur këtë nismë. Takimet tona kanë qenë të menjëhershme në fillim të projektit dhe ndër të paret kanë qenë me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve. Zëvendësministria, zonja Oriana Osmani, ka qenë e dedikuar, ka qenë gjithmonë pranë nesh, na kanë supportuar dhe ndihmuar me mbështetjen e saj, me mbështetjen e zyrës vendore të arsimit. Një përshëndetje shumë e veçantë për zonjën Elmira Miljori. Ajo bashkë me specialistët e zyrës kanë qenë të dedikuara, që janë kujdesur për njërën nga fazat tona shumë të rëndësishme, që ishte mbas listës së propozimeve, marrjes dhe verifikimit të kritereve nëse mësuesit kishin plotësuar kriteret dhe ishte në një kohë rekord dhe gjithë puna e tyre, shumë mirënjohëse për punën e tyre, punën e Ministrisë dhe Bashkëpunimin. Tani kam kënaqësinë e veçantë të ftoj zonjën Oriana Osmani për fjalën e saj përshëndetje. Mirëmbrëma të gjithëve, shumë faleminderit. Në fakt është kënaqësi shumë e madhe të jem sot këtu. Unë do ta quaja në fakt mes kolegëve, mikeve të mia që për një kohë shumë të gjatë kam ndarë punën me ta. Sot në fakt ne nderojmë figurën e Mirash Ivanajt, fondacionit që mban emrin e këtij misionari dhe vizionari të shquar, dhe sigurisht nderojmë punën e mësuesve tanë.
sepse në fakt është momenti ta përmendim se arsimi nuk është thjesht profesion, nuk do të them fjalën mision, por do të them se është një detyrë morale ndaj shoqërisë dhe ndaj të ardhmes. Filozofia na mëson në fakt se njeriu ndihet i lirë në momentin kur ai përdor arsyen. Mësuesi është ai që ndes dritën e arsyes tek çdo nxënës, sepse çdo orë mësimi në fakt është një akt besimi se e nesërmja do të jetë më e bukur për çdo nxënës tek i cili ne japim shpirtin. Dhe në fakt sot ndërrojmë figurën e një misionari të shquar siç është Mirash Ivanaj, udhërhyes për arsimin shqiptar. Mirash Ivanaj mendonte se shkolla është vendi ku formohet qytetari i lirë, ai që mendon vetë dhe ai që merr përgjegjësi ndaj shoqërisë, ku ai nesër do të kontribuojë. Dhe unë mendoj në fakt se kjo është një nga ato ide që i reziston kohës dhe nuk vdes asnjëherë. Çmimet që fondacioni ka shpërndar, unë mendoj se nuk janë thjesht çmime individuale, por janë akte mirënjohjeje në fakt ndaj çdo mësuesi dhe ndaj çdo gjëje që ata bëjnë në klasat tona. Ndonjëherë ky mision mbetet i fshehtë, por ai e ka në fakt veprimin shumë të gjatë, sepse misioni është të formojë karakter, sigurisht ndërgjegje dhe formim të fortë për çdo nxënës. Sepse në fakt mësuesi nuk transmeton vetëm dije, por mësuesi formon karakterin e çdo nxënësi që ka përballë. Dhe sigurisht është ky momenti të ndalemi dhe të falenderojmë të gjithë mësuesit tanë, sepse unë po i rikthehem edhe një herë filozofisë. Filozofia thotë se detyra më e lartë është t'i mësosh fëmijëve, nxënësve, rrugën se si ta përdori arsyen. Dhe jam shumë e bindur që çdo mësues e bën këtë në klasën e tij, sepse në fakt kështu mbahet gjallë edhe filozofia e Ivanajt. Ivanaj thoshte se në çdo klasë që mendohet, që mësohet dhe ndërrohet për një shoqëri më të mirë, është pikërisht aty laboratori i njerëzve që do ta mbajnë shtetin më vonë. Dhe për ta përmbyllur, unë do të thosha se arsimi nuk është rruga drejt dijes. Arsimi është rruga drejt lirisë së mendjes. Faleminderit shumë Fondacionit Ivanaj. Keni të gjithë mirënjohjen e Ministrisë së Arsimit për këtë aktivitet të shkëlqyer për nderimin e figurave në fakt më të shquar të kombit. Faleminderit shumë zonja zëvendësministre. Ne kemi përgatitur një surprizë të vogël për të gjithë finalistët tanë. Procesin ju e dini, kështu që unë nuk po hy në detaje për çfarë ka ndodhur, si e kemi ndarë e tjerë. Kemi pasur dy faza, fazën e propozimeve dhe fazën e votimit. Në fazën e propozimeve, unë dhe stafi jemi kënaqur pafund sepse kemi lexuar të gjithë motivacionin që njerëz kanë pasur, prindër, ish nxënës, familjar, kanë pasur për mësueset, dhe ky ishte një moment dëshmie që në fakt u përpoqëm ta përmbledhim në një zarf, një emocion të madh tonin që zysha duhet ta kishin mësueset, duhet ta kishin të gjithmonë me vete. Tani do të ftoj Eridën për dorëzimin e zarfave të mirënjohjes. Ne kemi ndarë zarfat e mirënjohjes për sistemet e arsimit, siç i kishim ndarë të kategoritë, për arsimin fillor, për arsimin e mesëm, edhe për arsimin nëntëvjeçar. Erita do të ndaj zarfat për mësuesit e arsimit fillor. Mësuese Naile Jata, mësuese Eleni Kaçi, mësuese Antoneta Vatnikaj, mësuese Brunilda Hajro, Dhurata Almeta, mësuese Dhurata, mësuese Shqiponja Muçalla, mësuese Silvana Kume. Vazhdojmë me zarfat dhe jublertën për arsimin nëntëvjeçar. Mësuese Arta Lala, mësuese Majlinda Gonxha, Dhe unë jam regjistruese volontare në fondacionin tuaj dhe shpresoj të japi më të mirën. mësuese Ermona Shiaku, mësuese Lindita Fezo,
falenderoj shumë për çmimin, Fundacioni Mirash Banaj. Në fakt, duke qenë që kam amortizator të një që kjo të rregullt, po mendoja të mos vija, po kam marrë vetëm në respekt të nismës tuaj dhe të nxënësve që na kanë propozuar. U kënaqja shumë me atë sponsorizimin e projekteve, që në fundit, duke qenë që kemi dhe ministrin këtu, të përfitojmë një që nga rasti që a që një treg në fundit është një roket 13 për mësuesa. Që duhet marrë që gjithë kjo dhe të mos që marrë shumë. Nesër, të dashur kolegë, duam apo s'duam ne jemi arkitektët e së ardhmes. Ju lutem mos u lodhni dhe refuzoni mirë. Në çdo sekondë të tyre. Faleminderit. Mësuese Juliana Muçi. Dhe mësuese Eglatina Doda. Faleminderit ju Blerta, do të vijojmë me Kleviz Begajn, i cili vijon me dhurimin e zarfave të mirënjohjes për mësuesit e gjimnazit. Përshëndetje, së pari është privilegj për mua që të jap çmimet për gjimnazet. Shpresoj që gjithë të ngelen të kënaqur dhe thjesht një koment vogël, duke qenë se jam biri i mësuese, shumë respekt dhe mirënjohje për ju. Atëherë, shkëlqime Asani. Adriana Radaçe. Morena Gjaja. Brunilda Komti. Faleminderit shumë Kleviz, kam përshtypjen se duhet ta fik. Tani është një kënaqësi e veçantë sepse do ndajmë 3 çmime shumë të rëndësishme. Në procesin ton të propozimeve, që në fillim e menduam ndarjen e procesit në mësues aktiv dhe në mësues në pension. Mësuesit në pension janë tërhequr tani nga jeta profesionale, gëzojnë ditët e tyre të qeta, shpresojmë, por janë thellësisht të rëndësishëm në të gjithë procesin. Mësuesit në pension janë nominuar dhe janë propozuar disa herë, më të propozuarit po ashtu si dhe mësuesit që kaluan në votim u listuan tek ne. Natyrisht nuk ishte nevoja për mësuesit në pension të kalonin në votim, mësuesit më të propozuar janë në pjesë e listës tonë fituese. Unë uroj t'i kem të 3 këtu, të 3 janë në fakt, kam Mimoza Tolën, Faleminderit për këtë vlerësim. Fundacion dhe kjo ndërmarrje që bëhet në emër të punës së mësuesit. Ishte një vlerësim që nuk kënaqa, jo vetëm për vete, por për gjithë ata që më votuan, për prindërit, nxënësit, ish nxënësit, miq e shoq të cilët nuk votuan vetëm mosën, por gjithë stafin mësimor të shkollave tona dhe punën e përkushtuar të mësuesve në funksion të profesionit të tyre që ai që e bën me devotshmëri i ka frytet pas. Faleminderit për invitim. Kemi mësuese Hajrie Kuka. Do të doja të falenderoja Fondacionin Mirash Banaj për hapësirën që krijoi për mësuesit të cilët nuk janë në jetën aktive të mësimdhënies, por janë në mendjen dhe në zemrat e atyre nxënësve, prindërve të cilët i kanë dhënë mësim. Shumë faleminderit. Dhe mësuesja jonë e tretë është mësuese Kristina Duka. Faleminderit të gjithëve për vlerësimin që keni bërë, si prindër, si kolegë, si nxënësit e mi që 42 vjet që kam punë në ciklin fillor, pak sa do i vështirë është, por edhe i bukur, edhe ju si fondacion që ne keni vlerësuar. Faleminderit shumë. Në të gjithë procesin kemi marrë pafund propozime. Numrat ju mund t'i keni vënë re edhe nga grafikët, kemi pasur rreth 4400 propozime, 90% e tyre kanë qenë për mësuesit aktiv që ishin në funksionet të
të ndryshme. Pjesa më e madhe e propozimeve ka ardhur për mësuesit e arsimit fillor, më pas vazhdonte nëntëvjeçari dhe më pas vazhdonte gjimnazi. Në momentin e votimit ne vendosëm një sistem që secili nga votuesit e ardhshëm dhe ata që do futeshin në faqen tonë të website-it do të mund të njihej me të 30 mësuesit, do të lexonte biografitë e tyre, do lexonte edhe projektet e tyre dhe mund të niste të votonte për një mësues të preferuar, por ama duhet të votonte edhe për 2 të tjerë të cilët do duhet i njihte më përpara. Pritshmëritë kanë qenë shumë të larta, shtysa ka qenë shumë e lartë dhe ne kemi ardhur në përfundimin me rreth mbi 18.000 vota në total, një arritje e gjithë komunitetit dhe e dëshirës për të pasur mësuesit ose mësuesit e tyre fitues. Tani jemi në fazën e nderimit të mësuesve aktiv. Do të ftoja Gjergji Caca, i cili ka qenë një nga anëtarët tanë të jurisë. Ai do të nderoj mësuesit e vendit të tretë për të treja nivelet e arsimit. Atëherë mi mbrëma të gjithëve, para se ta anunçoj emrat dhe që thosha edhe unë diçka, në emër të gjithë prindërve, respekte për të gjithë mësuesit, të cilët ishin pjesë, por do të jenë dhe pjesë besoj vitin tjetër, kjo do të zgjerojë në gjithë Shqipërinë. Falënderimi prapë më i madh do ishte për Fondacionin Vanaj. E para më ftoi pa pasur ndonjë detyrim, dhe e dyta më bë qefi shumë dhe unë përfshiva sepse ishte një ëndër që unë si pjesëtar i Këshillit të Prindërve të Tiranës, rajonal të Tiranës, e kemi pasur si projekt dhe kemi dash gjithmonë që të vlerësojmë mësuesit të cilët për mendimin tim nuk vlerësojnë aq sa duhet, sidomos nga ne prindrit. Kështu që në radhë të dytë të gjithë bashkëpunëtorët, gjithashtu zëvendësministrin edhe pjesën e stafit të ministrisë dhe të ZVA-s, të cilët të pakushtyer bën të mundur që ky event sot të jeni një nga komunitetet e vlerësuara që për shumë vite nuk ishte dëgjuar një vlerësim i tillë. Dhe do ishte kënaqësi, megjithëse jam vendi i tretë, po jo pa rëndësi, ne kemi thënë dhe gjatë konkurimit, do të kërkoj edhe një falje të gjithëve atyre që u ndihen që ishin mësues, po u ndihen si në provim atë ditë që ne i morëm në pyetje. Me gjithë respektin e madh i kam lexuar të 30 finalistët si vit, mimi bëri të mundur t'i lexoja, dhe deri në orët e para të mëngjesit unë kam lexuar me kënaqësi sepse prindrit janë ata që duhet të jenë binomi kryesor bashkë me mësuesit. Atëherë fillojmë për ciklin e ulët, Mimoza Karaj. Falenderoj Fondacionin Vanaj për të mundësi që më dha. Falenderoj kolegët e mi të shkollës time, por tani në këtë moment një kolege që ishte dhe këtu, zonja Kristina, që ka dhënë në pension, ka qenë paralelja ime dhe në sajt asaj kemi mësuar që të gjithë dhe sy për më shumë lot, Kristina të dua forcë, të ndosh shansën dhe fatit të ta vjetë e një këtë. Falenderoj të gjitha. Ishte kënaqësi sepse nga shkolla jonë, vërtet jemi pak në periferi, por po ju a them me shpirt, punohet me zemër më të madhe të fëmijët, futet në çdo cep të familjeve të tyre dhe jemi pjesë atyre. Të falenderoj Kristinë se më bëre me emocione jo të mia këtë radhë, por të zysh Kristinës. Venin e tretë e kapëm, pretendojmë tani vitin tjetër do kapim venin e parë sepse shkolla jonë dhe kënaqësi të jemi. Tani do të kontaktat. Kujtim Mërzira, ishte i vetmi mashkull në të 30 kandidatët. Me thënë drejtën më duk si kur më shumë ma falën, se sa e mora vetë se ishte i vetë në përgarë. Ajo shpreja e lirë po të një me shokë shumë, po të një që ka me shokë shumë dhe me shoqe. Në falenderoj gjithë dhe uroj të kemë dhe pasues tjerë të gjinjës mashkullore në përgarë. Faleminderit, mirë loje,
për gjithçka dhe shkop mbar për vitet e tëra. Atëherë dhe në fund, për gjimnazin, për arsimin e mesëm, Elmira Gjemaj. Shumë e nderuar që jam përpara një paneli shumë të specializuar që i përket gazetarisë, politikës, qeverisjes, fondacionit, Mirashin Banaj, kolegëve të nderuar, drejtoreshës time, zonjës Melinda Ziu, shumë kolegëve të gjitha shkollat e Tiranës, Zëshriku që sot u nderua pikërisht pavarësisht se është në pension, me thënë drejtën, si unë ka shumë mësues në gjithë Shqipërinë, në shkollën time, do ndalem veçanërisht, 4 mësues në Sami Frashëri, në Djeçe, nuk janë pak. Është Zyshe Kleta, e cila është e pamundur të jetë këtu, dhe unë i dërgoj një përqendrim nga këtu. Është Zysh Brunilda Konti, kampione në sporte, e nderuar që është. Unë me të dhe ajo me ne. Është obligim shumë i madh për mua, edhe për afër 10 vite, që më duhet të mbyll karrierën time në profesionin shumë të bukur të mësuesisë, që shpresoj të vazhdoj ta bëj me kaq dinjitet sa e kam bërë. Shumë faleminderit. Faleminderit mësueseve tona, faleminderit shumë Gjergji për punën e palotshme në këto javë dhe për dhënien e çmimeve. Tani kam nderin të ftoj zonjën Oriana Osmani për të dhënë çmimet e vendit të dytë. Atëherë çmimi jepet zonjës Belinda Gjafka. Kam kënaqësinë që këtë çmim t'ia dorëzoj një ish kolege sime, zonjës Vera Prendi. I kam falenderuar dhe i falenderoj prapë me shpirt, sidomos fondacionin për këtë nismë që shpresoj të vazhdojë. Unë, me qenë se shtetësërnia një njohur, ishte dhe një koincidencë shumë e bukur, që unë jam shumë e njohse sot është zëvendësministre dhe unë uroj që ajo të jetë lartë më lartë, po ishte drejtoresh e imja në momentet më të vështira të jetës time dhe jam një njohë se po fund nuk di si ta shpreh një njohje për ato momente në vajtë se po ashtu jam një njohë se po fund për momentet, për përkrahjen, për mbështetjen dhe për shembullit që ti ke qenë për mua. Dhe për çmimin në fakt, duke është dhënë në 8 mars dhe për mua ka pas dhe vlerë shpirtërore, sepse si kur ka qenë një mesazh nga qielli, nga i mirë, që ka më të përma. Dhe sot e kam se të dhejmë sot, nuk e kam thënë, nuk kam ndesh të tjerë të më shohin as për mëshirë, as për vitim. Besoj që jam e fortë, se jam Çmimi i fundit jepet zonjës Anila Hoxha. Është një kënaqësi shumë e madhe të marr një vlerësim nga ky fondacion dhe nga ai ministra. Do të falenderoj të gjithë prindrit, komunitetin që më kanë mbështetur, që më ndodhen këtu përballë jush. Dhe ky çmim për mua është një përgjegjësi për ta mbyllur deri në fund këtë mision kaq të bukur. Faleminderit të gjithëve. Tani kam kënaqësinë të ftoj drejtorin tonë ekzekutiv në ndarjen e çmimeve të vendit të parë. Prap 2 fjalë personale. Edhe unë mbaj veten për burr të fortë. Burr Zamani, me origjinë gjakovar, malsor, kur kam qenë i ri zihesha një herë në javë kështu për sport. Tash që nuk jam më i ri e bëj të rrahurën për sport, se jam merre me arte marciale. Pra shkurt të sapi e quaj veten burr. Kur e pash emisionin ke Arditi kam qarë me lot,
për çdo mësuese që doli, mori çmim, mori mirënjohje, dhe edhe tash si shih jam gati duke u qarë. Vlerësimin s'po e vonoj për ciklin fillor Edira Saraçi. Siç e dirën e kam edhe nga Peshkopia që kam grunç për dhuratë të çmimit. Ka qenë një emocion shumë i fortë, por do ta them dhe do ta rritem gjithmonë që Fondacioni Ivana na dha një mundësi të ardh dhe unë do të jem falënderuese gjithë jetën. Kemi dhënë një eksperiencë shumë bukur dhe me Jurin, me cilën ndam shkëmbye mendime, morëm edhe mësime për të ardhmen dhe kemi kohë që t'i dhëmë zbatim. Unë jam e lumtur që përfaqësoj një shkollë shumë të mirë që është shkolla e Dit Dorhan. Dhe kemi marrë shumë urime nga kolegët, nga drejtuesit, dhe në mesazhin që u ktheva të gjithëve në grup ju thash që unë jam një nga burrët e suksesit të asaj shkolle dhe bëj një punë të padiskutueshme që u përbën këtu nga të gjitha ne. Më vjen mirë që mund të kemi qenë një frymëzim për brezat e ardhshëm. Dhe i falenderoj prindërit dhe komunitetin për këtë mundësi të ardhshëm. Dhe çmimi i parë për arsimin 9 vjeçar i shkon mësuese Juli Kovačica. Atëherë unë ju falenderoj për çmimin, për vlerësimin, dhe që më vjen shumë e nderuar që jam mësues. Jeni gjithë barabartë. Ju falenderoj. Së fundmi, çmimi i parë për nivelin e gjimnazit i shkon mësueses Majlinda Ziu. Mirënjohje për mirënjohjen tuaj. Shumë faleminderit për këtë vlerësim, për këtë mendim që sidomos për mua personalisht, unë jam në vitin e 35 të punës dhe për mua nuk ishte më bukur se sa në vitin e 35 të merrja një vlerësim të tillë, që është në fakt moment mirënjohje, moment vlerësimi, por edhe moment përgjegjësie. Pra ti mendon çfarë ke bërë mirë dhe çfarë duhet bësh më mirë. Detyra e mësuesit është gjithmonë që të përmirësoj veten edhe punoj. Ju shumë faleminderit, jo vetëm nxënësve që kanë votuar, ish prindërve, edhe ish kolegëve, por dhe nxënësve, prindërve aktual dhe komunitetin që ka votuar, jo vetëm ka propozuar emrin, se kjo është surpriza ime më e madhe. Unë e kam thënë edhe në një dalje televizive që nëse kanë qenë pjesë e çmimit një herë më herët, e kam menduar, ose kam pasur pritshmëri sepse kam qenë direkt në klasa dhe mund të vinte ai çmim. Në momentin që ti je drejtues pavarësisht se ti jetën e gjithkujt, merresh me çdo nxënës, me aktivitete të tij, me procesi mësimor, me se a është i sigurt ai gjatë ditës, a do largohet se është pa qef, për çdo detaj, ama aty nuk të shkon në mend që ai prindi gjetë të momentin për të falenderuar, apo ai nxënësi që në momentin ishte momenti më i bukur për jetën time. Në momentin që më kanë marrë nga fondacioni dhe më kanë thënë je i propozuar, kam provuar me emocionin e fortë, mund ta vërtetoj këtu kush më ka marrë në telefon dhe i kam thënë momenti më i bukur për mua në 35 vitet që kam punë, tani se si shkon votimi për mua nuk ka fare rëndësi. Kështu që shumë faleminderit për gjithë të gjërat e bukura që keni bërë. Faleminderit Ministrisë së Arsimit në zemra që e përkrau këtë është një moment refleksioni dhe moment respekti për atë armatën e madhe që përfaqëson. Faleminderit që jam pjesë, faleminderit kolektivit tim, dua ta ndaj, do ma lejoni, kolektivit tim të mrekullueshëm, jo për kortezi, se më njohin që nuk jam me kortezive, po jam të mrekullueshëm, fakti që midis tyre kishte shumë mësues, dhe ndërkohë edhe mësuesi që ka mbaruar periudhën e punësimit aktiv, është përsëri një nga Sami Frashi, jam shumë krenare që e përfaqësoj. Dhe do më lejoni, nuk e ka bërë atje publike për të mos dalë në çështje të vogla, por tua të falenderoj dhe familjen time shumë, sepse pa mbështetjen e asaj familje të mrekullueshme, unë nuk do ta bëja dot shumë mirë punën time. Faleminderit të gjithëve, faleminderit për Faleminderit shumë zoti Spahiat, faleminderit
mësueseve të vendit parë për fjalët e tyre. Kjo darka ka qenë një mbrëmje emocionuese dhe plot ngarkesë. Shpendje kanë qenë për stafin tonë këto 2 muaj. Të nderuar të pranishëm, ne jemi drejt momenteve përfundimtare, po i afrohemi fundit, mbas fjalës përmbyllëse unë do ju ftoja në një koktejl. Sonte patëm mundësinë të nderoj mësues që përmes punës dhe përkushtimit tyre të përditshëm kanë lënë gjurmë në jetën e nxënësve, në nxënës që kanë mundur dhe s'kan mundur t'ia thonë në përballë, por kanë pasur mundësinë tani për t'ia thënë. Dua edhe unë të them mirënjohjet e mia, me që kam koordinuar dhe drejtuar këtë projekt. Ka qenë e pamundur ta bënim pa partnerët tanë, të jashtëzakonshëm, që i kemi pasur afër dhe larg, pa njerëz shtylla që kanë lëvizur çdo gjë, vetëm se i ka pëlqyer ideja, kanë qenë mirënjohës vetë dhe kanë dashur që të ketë sukses. Bordin unë e kam afër një pjesë dhe një pjesë e kam larg. Jam shumë mirënjohëse për bashkëpunimin, për mbështetjen, për inkurajimin e gjithmonë. Jam mirënjohëse zotit Spahia. Jam mirënjohëse pafund stafit të fondacionit. Ne jemi 3 vajza, 1 e 4 po na vjen, që zbukuron mamën e vet. Por vajzat të palodhura kanë punuar në orë të gjata, kanë punuar në fundjavë, janë kujdesur që standardi në asnjë moment mos cënohet edhe ne ta bëjmë këtë punën me shumë lumturi dhe krenari. Natyrisht partnerët tanë si OSF Albania ka qenë e mrekullueshme, u bashkangjitën me projektin në mënyrë të menjëhershme. Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe zyra vendore natyrisht në të njëjtën lartësi siç ne prisnim në fillim fare, siç kishim një pritshmëri të brendshme dhe ata ishin përtej saj. Falenderojmë shumë, pavarësisht se nuk e kemi këtu zotin Gjebrea, një mbështetje që nga fillimi dhe një pikë njësje ka qenë për një mike në fondacionit tonë që e heshtur në distancë ka shtyr pafund si në promovimin e projektit, si në promovimin e fondacionit, në angazhimin e njerëzve, në qëndrimin, në përkujdesjen për neve. Me që je shumë e veçantë për ne, unë do doja që të të ftoja dhe kam kënaqësinë e madhe të jap fjalën për të bërë edhe përmbylljen e mbrëmjes së sotme. Zonja dhe zotrinj Rudinës Fundjavë. Jam shumë e kënaqur që po e mbyllum këtë aktivitet për shkak të faktit që më ka emocionuar, nuk e di çojmë mirë, është okay? Më ka emocionuar që në fillim ideja, kur Rezi më tha për herë të parë që është duke bërë diçka të tillë, unë jam fëmijë mësuesish, jam mësuese praktikisht edhe pse jam gazetare. E dua fort çdo mësues që ka ndikuar në jetën time. Jam kujdesur të kuptoj cilët janë mësuesit e vajzës sime dhe tani kur secila për ju shflet, unë filloj qaj. Tani nuk dua ta mbyllim me çaj se bollu qa këtu, dua t'ju them që jeni fantastike. Ka dhe mësues, po një është. Edhe ndoshta prandaj u gjet 8 marsi, se në një farë mënyrë është pak femërore mësuesia. Base. Po jeni të gjitha të bukura, jeni të gjitha fantastike, jeni të gjitha të mrekullueshme, jeni frymëzimi ynë, jeni fati ynë. Nuk dëgjoj mirë, domethënë, ëh? Okej. Se e kam të rëndësishme të dëgjoj. Kam intervistuar vetëm Zysh Majlindën deri tani, po do doja që të intervistoja secilën prej jush, sepse kjo që të bëri ky fondacion, duke e nisur, sepse praktikisht ky projekt pilot nisi këtë herë, madomendja do vazhdojë dhe do të shtrihet, dhe kam përshtypje që në Shqipëri funksionon kështu, sapo dikush bën diçka, fillojnë shumë të tjerë. Kush e di çfarë do ndodhi me të tjerët vitin tjetër, po uroj që të bëhen shumë e të fillojë dhe rruga e 13 mbase nga kjo nismë. Uroj. Zëvendës ministrja, para vite më parë, kujtuam që e intervistova kur ishte drejtoresh e Petroninit. Dhe mbaj mend si tani pyetjen që i bëra fëmijëve. Kush është Petronini? Ne kujtoj, dhe ata rinë, është dikush. Ne duhet dim kush është Petronini, kush është Mirashi Banaj. Ne do ja tregojmë fëmijëve tanë që të mund të kenë krenari për këtë vend dhe të mos e lënë asnjëherë, sa po nuk e njohin, nuk mund ta duan. Ju jeni arsyeja që fëmijët tanë ne e duam këtë vend. Faleminderit. Faleminderit Fondacionit, Terezit, faleminderit gjithëve. Faleminderit, kënaqësi. Do jem për çfarë do që duhet sepse këto janë ide që na arrisin. Faleminderit. Para se ne të ngrihemi dhe të kalojmë në hapësirat e tjera ku mund të shohim ekspozitën tonë edhe të
familjes Ivanaj, dhe të qëndrojmë pak bashkë në koktejl. Zysh Mimoza Tole ka sjell 3 libra për fondacionin tonë, do donte t'i dhuronte. Përshëndetje edhe një, po kthehem edhe një. Në fjalën që thash nuk ishin ato fjalë që kisha menduar t'i them, po ato më dolën. Ishte vështirë. Unë përveç profesorit të mësueses kam bërë edhe shkrimtaren edhe autoren e teksteve të këngëve për fëmijë, një numër rreth 120 këngë që janë të kënduara nga festivalet e fëmijëve. Mendova që 3 kopje të librave që kam botuar të dhoj fondacionin në numër modeste, nuk është ndonjë. Ashtu thjesht mendova që të vlerësoj për këtë aktivitet që u bë dhe për këtë vlerësim që ne u bën neve. Dhe njëkohësisht të falenderoj edhe stafin mësimor të shkollës Osman Myderizi, ku unë për 26 vjet në 42 vjet të punës time si mësuese, aderova dhe u forcova dhe kontribova në jetën e këtyre fëmijëve. Faleminderit edhe një gjithë. Faleminderit shumë mësuesi Mimoza, shumë mirënjohëse. Ky ka qenë projekti i parë për këtë vit. Ne do kemi projekte të tjera, zyrat dhe dyert e fondacionit ton janë gjithmonë të hapura dhe mikpritse për këdo që është i lidhur me mësimin. Ju ftoj në koktejlin që është vendosur në sallën tjetër. Faleminderit shumë për prezencën, për mbështetjen dhe për gjithçka që keni bërë. Faleminderit.